Të nderuar dëgjues, dashamirës të librit të artit dhe të fjalës shqipe, ju përshëndesim me shumë respekt nga Radio Sibilat e Veriut dhe podcasti ynë. Mirë se keni ardhur në një tjetër mbrëmje të veçantë të ciklit tonë kulturor, frymëzimi etnisime me art dhe letërsi, një hapësirë ku fjala bëhet me strojeve shqiptare, ku letërsia shndrohet në kujtesë, ndërsa kultura në një testament që mbijeton kohës. Unë jam Gëzima Igeraj dhe kam nderin t'ju shoqëroj në të udhtim shpirtëror, ku libri nuk është vetëm një objekt leximi, por një dritare hapur drejt identitetit ton kombëtar, drejt historisë, kujtesës dhe të ardhmes, si dhe të kaluarës shqiptare. Sonte kemi kënaqësinë të promovojmë numrin më të ri të revistës letrare Pena e Art numrin 16, një botim që vazhdon misionin e tij për t'i dhënë zë krijuesve shqiptar kudo që jetojnë, në drejtimin e poetes, studiueses dhe kryeredaktores Brenda Sejdia nga Lezhë. Revista botohet nga shtëpia botuese Sëmundajës, ndërsa Brenda Sejdia është editor dhe kryeredaktore, ndërsa unë Gëzima Igeraj zëvendës kryeredaktor dhe editor për Kosovë dhe diasporë. Ky numër i revistës sjell në qendër figurën madhore të humanistit Marin Barleti, duke konsideruar atë një kujtesë kombëtare dhe duke parë letërsinë si pasaportën inteligjente të kombit, një filozofi që përshkon gjithë frymën editoriale të këtij botimi. Një mbrëmje do të kemi kënaqësinë të bisedojmë me zonjën e nderuar, zonjën e letrave shqipe, pra zonjën Brenda Sejdia, poete, studiuese, editore dhe kryeredaktore e revistës Pena e Art, e cila prej vitesh ka ndërtuar një urtë fuqishme komunikimin ndërmjet autorëve shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe trojet etnike si dhe në diasporë. Në një epokë ku teknologjia shpesh zbulon zërin e shpirtit, libri mbetet forma më fisnike e kujtesës njerëzore. Një komb jeton jo vetëm përmes kufive të tij, por përmes gjuhës që flet, librave që shkruan dhe kulturës që trashëgon. Le të jetë kjo mbrëmje një festë e fjalës shqipe, një nderim për krijuesit dhe një dëshmi se kultura shqiptare vazhdon të frymojë fuqishëm fal njerëzve që besojnë se pena është arma më e fortë e qytetërimit. Mirë se erdhët në Radio Sibila dhe podcastin Sibilat e Veriut, zonja Brenda Sejdia, ku nikosisht ju jeni edhe bashkëeditore e këtyre emisioneve dhe radios Sibilat e Veriut. Mirë mbrëma dhe mirë se vini edhe një herë në emision. Faleminderit që keni pranuar që të bëjmë promovimin e revistës Pena e Art numër 16. Mirë mbrëma zoti Gzim, mirë mbrëma të nderuar dëgjues të radios Sibilave të Veriut. Mirë se vini sonte në sofrën tonë për të bashkëbiseduar për vlerat letrare që jo vetëm që ka revista, po për vlerat njerëzore, humane, shpirtërore që kanë krijuesit tanë dhe bashkëpunojnë që prej 5 vitesh me revistën Pena e Art. Është vërtet kënaqësi të bashkëbisedojmë e në fakt nuk jam shumë qejf me fol për veten, por ndonjëherë edhe të detyrojnë e them në thojza që të flasësh mbi atë që ke krijuar, sepse ne në fakt kemi bashkëbiseduar qoftë edhe përmes rrjeteve sociale, qoftë edhe në promovime të ndryshme, por meqense ka qenë më shumë këmbgulës kafi se sa unë, gjithashtu edhe unë kam kënaqësinë të bashkëbisedojmë sonte për më shumë hollësi rreth revistës Pena e Art që nga krijimi i saj. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit zonja Brenda, të dashur dëgjues të radios Sibilave dhe ndjekës podcastit Sibilat e Veriut. Sonte kemi kënaqësinë të promovojmë, siç e thash më herët, numrin e 16 të revistës letrare Pena e Art, ndërsa nikosisht flasim edhe për rrugtimin e saj drejt numrit 17, që tashmë veç është përgatitur nga editorja e saj zonja Brenda Sejdia, por se ne do të promovojmë sot pra numrin para prak, pra numrin që kemi edituar. Dhe si zakonisht pra do të fillojmë me disa pyetje që do të shtrojmë zonës Brenda, por ajo fillimisht me që ka edituar deri këtu ku jemi deri tek numri 16, do ta pyesim se ai ka ngelur numra nga numrat e kaluar,
për të na i prezentuar ato përpara neve dhe përpara auditorit, përpara publikut ton, fillimisht për ta njohur. Pra, siç e dini, Zone Prana tashmë ka botuar 17 numra të revistës dhe ka kaluar mbi 40 libra të botuar të zhanreve të ndryshme, por neve sot do të ndalim më tepër tek revistat, dhe ajo ndoshta nëse ka kopje ose të tilla do na i prezantoj një nga një ato. Po, zoti Gzem, faleminderit për mundësinë, pyetjen. Në fakt, këto revista janë krijuar dëshira dhe ideja ka qenë imja, por keni qenë një shpys shumë e madhe, pasi ju jeni edhe zëvendës kryeredaktori i kësaj reviste që nga numri i saj i parë deri tani që është mbyllur dhe numri i saj 16. Unë por i sjell në vëmendje, meqenëse ne në përmes rrjeteve sociale por dhe promovime të ndryshme të PNSR që i kemi bërë në qytetet të Shqipërisë, unë po sjell ky është numri i parë i revistës PNArt. Edhe në sfondin e saj ose në ballinën e saj janë pikërisht zërat e së ardhmes, fëmijë të një shkolle nga vendimja ime Buxhan. Faleminderit, pra ky ishte numri i parë i revistës PNArt. Po, numri i parë, ky është numri i dytë. Pak më poshtë dhe më mbrapa të rriqeni që të mund ta fokusoj kamera më afër jush, po sigurisht ashtu, faleminderit. Revista PNArt numri 2 është pikërisht për heroin kombëtar Gjergj Kastrioti, pranisht që ka shkrime ku flitet për këtë figurë emblematike të historisë sonë, nga shkrimtar dhe poet të mirë nga gjithë treva shqiptare. Vjoj me numrin e tretë që paraqet vendodhjen e kongresit historik, po themi, të alfabetit gjuhës shqipe në Manastir. Gjithashtu edhe këtu ka nga figurat më të mira kombëtare. Ndoshta do të ishte me vlerë që nga pak edhe të në thoni rreth përmbajtjes së shkrimeve dhe autorëve që janë aty, sepse siç e dim, pra ka shumë krijues brenda tyre dhe poshtë, por edhe studime akademike të cilat janë botuar aty. Po, në revistë, po flas për revistën numër 2, është Gëzim Ajgeraj. Adem Demaci, Recep Çosja, Lulzim Emalaj, Gjevahir Spahiu, Sokol Demaku, Rudina Papajane, Lulash Ara, Frok Dota, Abide Peci Gashi, Abdul Arifaj, Barbul Toda, Ndue Ukaj, Borges, Gëzim Bucaj, Artazajme, Aslan Miftari, Flora Brovina, Skënder Rusi, Bedri Halimi e tjerë. Po janë disa nga ta, me qenë se numrat kanë shumë brenda, normalisht që secila revistë zoti Gzem, ju e dini shumë mirë, por po e them që në secila revistë ne kemi edhe këndin e fëmijëve që ndoshta gjatë udhëtimit tonë sonte do flasim për to. Atëherë, Zimajgeraj, Bartul Toda, Esad Mekuli, William Faulkner, Fatos Arapi, Sokol Paja, normalisht që gjeografia e shkrimtarëve është e ndryshme, Din Mehmeti, Viktor Hyko, Ibrahim Abdyli, Paulo Coelho,
Ernest Koliqi, Arship Pipa e tjerë. Faleminderit. Ndërthu, vazhdojmë me pena nëmër 4, me një figurë shumë e lartë shqiptare, që li ka dhënë gjithë shka për Shqipërinë. Është Gjergj Fishta, Zia Qila, Tajina Mata, Ali Podrimja, Visargjiti, Azem Shkrili, Gëzim Ajgeraj, Frank Cupëdhleshi, me shkrime brillante, Fatos Arapi, Fatos Kongoli, Imer Hysa, Jaho Brahaj, Fahri Gjara, Mustaf Krasniqi, Adem Demaci, Dimitër Shkurti, Charles Bukovski, Viktor Hugo, Tajr Desku, Altin Mema, Mozareqi, Prena Prendi, Ton Zmali, Margjun Asmanaj, Kumria Abdulshala, Bardul Tota, Kolet Trapojini e të tjerë. Pra si qiet ekziston një diversitet që nuk i mungojnë edhe shkrimet tuaja, ju si duket po i kaloni shkrimet tuaja editoriale dhe gjitha ato brenda ato studime që janë, por e kuptojmë të dhe ju falenderojmë, pra duhet ta shtojmë të gjithsesi. Nuk dua të flas për veten sepse çdo revistë ka editorialin e saj. Normalisht editorialin e bën editoria siç jam unë dhe nuk e mora me mend që është e nevojshme të flitet. Jo, kemi edhe shkrimet e tjera gjithsesi, pra nuk duam ta marrim kontributin tuaj për këtu. Revista numër 5 i kushtohet të madhes Nën Tereza, e cila është në femrat e rralla në botë, që i ka shërbyer me plot dinjitet vendit vet, ashtu siç bëri për Kosovën, ashtu siç i solli edhe Lirin. Bardul Tota, Brenda Sejfia, Martin Camaj, Muharrem Mabazaj, Lula Shprigja, Anton Pashku, Paulin Sefi, Borges, Gëzim Ajgeraj, Lula Sharas, Shazan Guri, Visargjiti, Ilmi Kurti, Bujana Malaj, Tajina Mata, Kolet Trapojini, Afzenela, Sokër Sejdia, Ibrahim Abdyli, Prena Prendi, Marsita Gove Sejdia, Almarika Fiqi Gjoqaj, Bukurje Maloku, Dimitër Shkurti, Arship Pipa, Agron Tufa, Altin Mema, Aslan Miftari, Vesh Morani, Gëzim Llojdia, Ton Zmali, Hekuran Koka, Hussein Berisha, Julieta Bushi, Kumria Abdulshala, Merita Lari, Besarda Shkoza, Alberto Sejdia. Pra dhe gjeografia e poetëve dhe shkrimtarëve studiuesve është e gjithanshme, pothuajse deri në Amerikën e Largët. Revista 6 i kushtohet një figure të shkëlqyer, të paharrueshme, i cili plot 200 shkolla hapi në Kosovë, është Ernest Koliqi. Dhe të vjen me studim për të, ose temë studimore, ndue Ukaj, Gëzim Ajgeraj, Trano Kulli, Fahri Gjara, Vilhelme Vranari Haxhiraj, fjalë të fundit Marie Shllakut, vajzës antikomuniste që përshkatuan Prizren. Pra temat janë shumë të rëndësishme, janë shumë të bukura, janë shumë të realizuara. Profesor Romeo Gurakuqi, Zia Qila, Paulin Zepi, Sazan Guri,
Sokol Sejdia, Martin Camaj, Alberena Hliviu, Din Mehmeti, Albert Einstein, tani nga Nën Tereza, Bojana Malaj për Kosovë, Balzak, Jaho Brahaj, Leme Gjeta Ahmedi, Macedoni, Hüseyin Berisha Suedi, Merita Lari, Kazmali Afin, Kumrije Shala, Kosovë, Dimitër Shkurti Afin, Bagultuda Elbasan, Yürüş Bilge Shkuder, Tajirdesku Kosovë, Ilmi Kurti Shkuder, Shpresa Zërnasi Turqi, Julieta Bushi, Greqi, Lëshgjo Kalesh, Bukurie Maluku Elbasan, Zima Igeraj Zvicër, Zamira Koranqe, Tiran, Besarka Shkoza Lesh. Figura tjetër, një shqiptar i devotshëm, fjalët e mëdha janë brenda revistës për këtë njeri, ashtu siç edhe në shumë libra që janë shkruar gjatë këtyre viteve, pasi Adem Jashari veti 56 u krijua për çlirimin e Kosovës, editoriali brenda Siria, harruat Adem Jashari Bardulkota, Gëzim Ajgeraj, një tem po ashtu, Ilyas Prokshi, Betri Tahiri, Martin Samaj, Gjergj Dedaj, Prekazi Drevnicës, Sokol Sejdia, Jaho Brahaj, Ilmi Kurti, Tajna Mataj, Anila Kodra Petrovci, Luan Sheshi, Zef Prenga, Amedik, Bojana Malaj Londër, Asja Mulgisi Tiran, Nezi Flaku Belaj Tiran, Rita Deka, Malsje Madhe, Zyra Ahmeta i Trokoj, Zekeria Idrisi, Gjermani, Aslan Mirtari Kukës, Moza Shehu Tiran, Vojsava Branko, Mesa e kujtoj është në Londër, Lema Ahmeti Macedoni, Tahir Shala Kosovë, Albina Ceka Itali, Jahefida Tiran, Major Asmana i Kosovë, Gjash Brigje Shkodër, Vasil Tabuaku Indir nga Vlora, Aristil Kula, Arvanita si që u krijua për gjuhën shqipe, Angela Costa Itali, Anusha Ismaili Vlorë, tjetër Gjorka Lezhë, Besarta Shkoza Lezhë, Mimoza Hoxha Agostra Tiran. Edhe Martin Sejdia, Tiran. Vazhdojmë me revistën numër 9. Është një nga figurat më të mëdha botërore të letërsisë. Borges. I madhi Borges. Editoriali brenda Sejdia, George Luis Borges. Në fakt brenda revistës është folur shumë për të, edhe nga materialet e tij. Jaho Brahaj, Ali Kodrimja, Azem Shkredi, Martin Camaj, Gëzim Ajgeraj, Gëzim Ajgeraj edhe për fëmijë, që ta kuptojmë këtë, Katiola Karoli, Odisej Kote Vlorë, Blerina Plumbi Francë, David Bosita, profesor në Universitetin e Shkodrës, Kumrija Gülshala Pej, Vëshqo Kalesh, Hava Mqallari Tiran, Sanjetusha i Vlorë, Bekzat Baliu Prishtin, Sokol Sejdia, Tiran, Lësh Morani Tiran, Fali, Gjermani, Julisono Elbasan, Gëzim Leda Greqi,
Nezi Blanco Tiran, Sazanguri Tiran, Prendi Italy, Natasha Ilia Shuro, Hava Mihasi Mucholari, Fatime Kalimashi, Bujana Malaj, Geladin Chitaku, Miranda Trozzi, Angela Costa, Rudina Papayani, Sahil Shala, Shpesa Zurnaci, dhe këndi fëmijëve, Gëzima Gjiraj, Besata Shkoza dhe Martin Sejdia. Ki pra revista e botës. Një tjetër revist është revista numër 10, e krijuar në 115 vjetorin e themelimit të drejtave të grave dhe vjen me 115 poete. Kushtat nga ato nuk jetojnë. Në fakt, gati në të gjitha revistat tona, jemi përpjek të sjellim ato pena që mungojnë veç se fizikisht, por gjatë gjithë jetës tyre i kanë shërbyer kombit, duke sjellë në vëmendje shkrime shumë të rëndësishme historike, apo duke vargëzuar pra në zhane të ndryshme të letërsisë. Në qoftë se Eldrieta Gjini, Migena Arlafi, Greta Kmavaj, Bojana Malaj, Kozeta Zavalane, Ymrije Beqiri, Vera Iqtrefaj, Anila Kodra Kotroksi, Brigitta Dede, Rudina Papajani, Tajina Maka, Indira Abdul Hoxha, Angela Costa, Lutura Maci, Kumria Gülshala, Besarta Shkoza, Shpresa Zurnaci, Bianca Dusha, Ipore Sejdia Shkoza, Marcida Abdulli Sejdia, Miranda Trozzi Derdi, Mary Bo, Laura Reggia Morina, Gjemile Aleu, Idije Gjemale, Bajame Hoxha Qiriku, Mimoza Rejvela, Emi Krosi, Bukurie Binjaku, Gjemile Aleu, Nezi Plaku Velaj, Trita Feza, Anila Toto, Farida Zmiani Ramadani, Zyra Ahmetaj, Lulita Bushi, Balbona Kolaveri, Sibora Huda, Vojsava Branko, Musine Kokalari, Merita Lari Qeliku, Arta Zajmi, Albina Ceka, Natasha Ilia Quro, Moza Shehu, Manushachi Ismailaj, Linda Shachiri, Asja Mulgesi, Biondina Agole, Laureta Malaj, Bukurie Maloko, Elmira Rama, Diana Celepia, Fatmira Dimane, Lili Kristuli, Fatime Kalimashe, Trëndafile Molla, Dituri Meqi Dizdari, Raimonda Qose Shkopi, Ezi Shukriu, Manushashe Ramadani Shalsi, Albana Suli, Shuhrete Demaj, Suzana Allana Vangevi, Mimoza Osmane, Albana Methoja, Tonika Stakadomi, Minire Rukovci Huseni, Sherife Paci, Gjerina Maci Keqi, Shire Dhima, Adidegashi, Katiola Karoli, Lerina Columbi, Servete Elezi, Lemegeta Ahmedi, Mial Bashevu, Mimoza Zeinullahu, Berta Basha, Prena Prendi, Mariana Suleimani, Lavie Karameta Izale, Rita Dekaj, Amarilda Myrta Sejdia, Manushace Hoxha Laci, Mariola Salataj, Raimonda Malechka, Drita Kosumi Syla, Pava Mucholari, Teuta Shachiraj, Marieta Musaraj, Shpresa Fundo Gjergji, Valbuna Mulaj Luka, Elona Tabaku, Almagela Shkoza, Raimonda Bairakutaj, Bahvije Qerini Spanza, Zanatako, Mimoza Qoba, Brenda Sejdia, Albiona Aigiraj, Lula Brego, Teuta Bichafu, Helga Novak, Bettina von Arvin, Virginia Wold, Ricarda Wilkes, Mechthild Magdeburg, Caroline von Burrerode, Elena Ermenescu, Marie Ebner Eschenbach, Marina Zvetaeva, Agatha
Vasiliu Bakovica, Else Lasker Schuler. Këto janë edhe emrat e 115 poeteve nga revista 10. Në revistën numër 11 është një figurë e ndritur shqiptare, i cili arriti që vllavrasjen të ndalonte. Misioni i pajtimit arriti në piedestal, fal shpirtit human, grupit organizator, por në krye Anton Qeta. Kemi pas të shkruajmë brenda këtij libri, për Anton Qetën, duke mbledh edhe shkrimet e tij. Zemëngjera e Kozaqova, Shpesa Kondogjergji, Imer Fisa, Rudina Papajani, Agron Shala, Mustaf Krasniqi, Stazan Buri, Brenda Sejdia, Gëzimaj Geraj, Due Utaj, Eliza Brahollin Burja, Aristotel Petro, Romeo Urakuqi, Daniela Costa, Muharrem Abazaj, Jahe Pida, Topol Sejdia, Viktor Hugo, Zekeria Idrisi, Kristina Lula. Më fal pak, mund të rrotulloni edhe një herë telefonin për ta rregulluar kamerën. Ahmet Qeriqi, Zet Felembe, një sekund, lutem, sa ta marrë vetëm të qëndor. Pjetër Gjofmarku, Jaho Brahaj, Duet Tetaj, Radërevista Anton Qeta. Dhe theje tash përsëri mos e fitojnë. Jo, kam marrë. Nuk bën, sepse kam pas një telefonat të kopshtu dhe ka prish shumë shka. Shkojnë në këtë forë që e kam tash një dhe s'kam një që sësi. Jemi fajtor që nuk blokojmë telefonatat. Nuk mund ta fitoj fotografinë e dëshirueshme që mund ta ndalim, e ta ndalësh edhe të më marrësh, sepse nuk jo, për rrotullosh telefonin. Jo, sorry që ta rrotulloj në këtë. Të shpresoj të marrë. Provo ta rrotullon telefonin. Anën tjetër, krejt 180 shkallë. Edhe i
ndonë edhe... Jo, s'është i ndarë emisioni, se kam shkëput emisionin. Të kam shkëput emisionin. është pa shkëputje emisioni. Kjo shkëputje që ndodhë? Këtë shkëputje që e kam këtu është zëri im. Aty edhe fotografia ime. Sepse të shikuesit mund t'i kërkojnë pak falje që neve jemi në këto kushte këtu edhe po ishte një telefonat e kot kështu edhe janë fajtor unë që nuk kam ose që nuk shkojmë në provajdere tjera për të... Këtu kam këto... Tjetër javë nësë kemi internet shtëpi për shumë është kreu. Nuk të jashtë, do të kemë defekt atasis. Mirë është. Të shi mund të vazhdojmë me përpiqu të kapësh disa nga emra, që mos shkojmë për çdo emër tek revistat, sepse kemi edhe intervistën, pastaj edhe kjo do në merr kohë. Jena të kalu në shto se më njatë kështë. Emra shtet. U letru në 300 emra. Sakt. Miq të nderuar, kërkojmë ndjes pak për pengesat që patëm me gjatë shkëputjen nuk e lejuam na ik, por do të vazhdojmë aty ku mbetëm për një herë. Pa ik zëri dhe fotografia këtej. Vazhdojmë? Po. Pat Shqipën Gjiqovi, Gjeografia shkrimtarëve poetëve është nga gjithë trevat deri në Amerikën e Largët. Nuk po lexojmë emra me qenë se në apundet koha në dispozicion. Po, ka shumë pyetje, kemi shumë pyetje për intervistën. Një tjetër figurë, një ndër akademikët më të mirë të Greqisë, me origjinë arvanitase, i cili, si thuhet, nga qarqet shoviniste greke, ai ndoshta u eliminua për shkak të gjuhës shqipe, pasi edhe librat e tij që janë shkruar për gjuhën shqipe janë mbledhë djeg. Një poet shumë i dashur për shqiptarët, mund të jetë ndër më të paharrueshmit me që në mënyrë tepër filozofike vargëzoi pa pushim, duke qarë hallet e këtij populli. Dhe drejtoro Agove. Në revistën 15 kemi menduar që të dalim një herë nga rreshi sepse kemi shkruar gjithmonë për figura të ndritura të kombëton që nuk jetojnë, veç se fizikisht, pasi ata në kujtesën e këtij populli janë të gjallë, por në revistën 15 ne kemi sjell dhe e kemi botuar dhe ribotuar studiuesin Njahu Brahi. Edhe ky është botuar për shkak të vlerave humane njerëzore që ka, për studimin e madh që i bëri Gjubletës 4000 vjeçare shqiptare dhe ishte një ndër organizatorët për ta mbrojtur Gjubletën shqiptare 4000 vjeçare derisa ajo hyri në UNESCO. Njahu Brahi. Dhe kemi lejuar pastaj me numrin 16. Po, zoticim? Po, tani më veç erdhëm tek qëllimi i promovimit ton, pra tek Pena Art numër 16, të cilin miq të nderuar tani e keni në monitorin tuaj, dhe ne do të fillojmë edhe një intervistë me zonjën Prenda si editore të kësaj reviste, duke e pyetur atë se si lindi Penda Art dhe çfarë ju shtynu të ndërmerrnit një projekt kaq të rëndësishëm kulturor, pra për të edituar revistën Pena Art. Faleminderit, zoti Gzim. Në fakt, ideja për të patur një revistë ka lindur ndoshta instinktivisht, duke menduar se
të mbledhësh në faqet e një reviste shumë shkrimtarë poet, të cilët sjellin vlera letrare, të cilat do jetojnë aty përjetësisht, është gjëja më e bukur që mund të bësh. Dhe vërtet jam ndier shumë e nderuar që kemi mundur të realizojmë një projekt të tillë dhe tashmë në vitin e saj të 5 kemi përfunduar numrin e saj të 16 dhe po punojmë për 2 numrat e tjerë. Pra shumë bukur kur ke edhe një staf të mrekullueshëm e bashkëpunoni shumë ngushtë për të sjellë penat më të mira, më të arrira, vlerat e qëndrueshme letrare, ato që vërtet i duhen edhe të riut, edhe të moshuarit, edhe studiuesit, sepse të kesh një revistë në letër, që në fakt në troje shqiptare janë të pakta, është gjë e mrekullueshme. Aty mund gjesh zëra të ndryshëm, pena të ndryshme, mendime të ndryshme dhe kjo është larmia, kjo është bukuria e një reviste për ta patur në dorë. Pra si që thamë sot, keni arritur tek numri 16. Çfarë do të thot ky rrugtim për ju personalisht dhe për ekipin redaktues që është pjesë e revistës dhe stafit tuaj? Zoti Gzim, nuk është shumë e thjesht, pasi për të përgatitur një numër reviste, ju në fakt që keni mbi 50 numër reviste keni provuar shumë më herët, edhe vështirësinë por dhe suksesin. Nuk është shumë e lehtë sepse duhet të studiosh shumë studiues, shkrimtar, poet, për të gjetur ato materiale të cilat i shërbejnë një reviste të cilës e ke menduar për ta sjellë, qoftë si figurë kombëtare apo qoftë për një datë historike apo një event ose pra është një punë kolosale mund ta themi. Pasi secili pjesë e stafit duhet të merret me të, duhet të analizuar figurën, duhet të analizuar shkrimin, duhet redaktuar ato se jo gjithmonë janë të redaktuara, duhet t'i lekturosh, pra duhet bërë gjithë një punë goxha e madhe, por vërtet është shumë e vlefshme për sidomos për studiuesit. Faleminderit. Si e shihni ju rolin që ka luajtur kjo revistë në promovimin e autorëve shqiptar? Mendoj që kjo revistë ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë 4 vjeçar, sepse është vërtet bukur të marrësh një fëmijë për shembull, ose edhe një studiues që ka shumë vlera dhe është e pamundur për një shkrimtar të dorës dytë, po e themi, t'i gjej libra, t'i gjej materialet apo ndoshta edhe ta ketë në kujtesë ose pra arsyet janë të shumta dhe ta gjesh veten me një stad akoma më të mirë se veten është vërtet vlerë, sepse mbi të gjitha mëson për veten dhe përgatitesh për të ardhmen. Faleminderit, zënë Brenda. Numri 16 i kushtohet figurës së Marin Barletit. Pse u zgjodh pikërisht kjo figurë historike? Në fakt, të sjellësh figurën e Marin Barletit në faqet e një reviste do të thotë ta rikthesh në vëmendje tek rënjet e kujtesës historike. Të nderosh një humanist rilindjes europiane dhe të dëshmosh se identiteti i një kombi mbështetet mbi njerëzit që mbrojnë dhe përcjellin historinë ndërbresa. Pra është bukur që një figurë shumë e madhe të sillet në vëmendje, jo që nuk është, por ta kemi në përdor, ta kenë të rinjët, ta kenë edhe studiuesit, sepse është një vëmendje më e rritur, është një vëmendje më shumë, ai ka shkruar histori të larmishme, ka në kohë shumë të vështira, shumë të largëta, por të sjellësh duke sjell në reviste sotme e sjell shumë afër. Dhe kjo ka qenë arsyeja për këtë figurë. Faleminderit. Ne pam një lloj mesazhi që edhe
sillet brenda qëllimit të editimit të kësaj reviste, por çfarë mesazhi dëshiron të përcjell lexuesve editoriali i këtij numri? Mesazhi është i thjeshtë, pasi aty do të mësojnë mbi këtë themelues të historisë shqiptare. Do të mësojmë se ai ka ruajtur kujdesin kombëtare, ka përfaqësuar vlerat humaniste, ka patur ndikim europian, është një frymëzues që nxit edhe studiuesit e shkrimtarë të ri. Për shkak të vlerave të trashëgimisë, dijes kulturore. Pra, ky është një mesazh, besoj që do t'i shërbej, siç e thash, edhe një herë më mirë studiuesve kryesisht edhe shkrimtarëve të ri. Faleminderit. Pra në këtë numër marrin pjesë shumë autorë, ashtu siç edhe i përmendat ju më herët, nga shumë treva shqiptare, pra mbulojnë gjithë gjeografinë shqiptare dhe hapësirat shqiptare, por edhe në diasporë. Sa e rëndësishme është kjo revistë? Po sjell emrat e shkrimtarëve dhe poetëve që janë brenda këtij numri, është Zima Geraj, Alborena Hylviu, Gjela Pecaj, Esmeralda Shkuraj, Sokol Cedia, Shpresa Fundo Gjergji, Miranda Trocederti, Manushaçi Ismaili, Laurita Malaj, Lëlesh Morani, Erita Petriti, Elvira Zeneli, Fatmira Limani, Endieta Gjini, Adita Laqi Gjoqaj, Florida Deda, Rudina Popajani, Matilda Babo dhe Pesrata Shkoza. Besoj që brenda faqeve të kësaj reviste ka larmi, ka vlera. Faleminderit. Si bëhet përzgjedhja e materialeve për botim nga ana juaj si redaktore e revistës penale? Po, së pari, kur duam të bëjmë një revistë, ne përzgjedhim figurën, mbi të cilën duam të sjellim edhe këtë studim, po e themi, sepse duam apo nuk duam figurës si bëhet studim. Merren për të shkrimet më të mira nga libra të ndryshëm, ose mobilizojmë, po e themi, ose autorizojmë si të doni, shkrimtarë të cilët e dim që munden të sillin esencë për revistën, duhet që të përgatisin temë mbi atë figurë për të pasuruar këtë revistë me zëra të rinj. A mendoni se revista po krijon një arkiv kulturor për brezat që vinë? Po, zot Gzim, e mendoj që po. Duam apo nuk duam, kjo revistë po e arrin misionin e saj. Sot tek kësaj dite ka studiues, pedagog, doktor shkencash, shkrimtarë të ndryshëm që studiojnë revistën Hylli Dritës. Ajo është shkruar 100 e ca vite më herët. Vlerat e saj janë të larta edhe sot. Tashmë, pena e art besoj që misionin e saj do të arrijë gradualisht, me përkushtim, me ndërgjegje, me vëmendje të them se duhet të përzgjedhim ashtu siç kemi vepruar deri më sot, duke përzgjedhur shkrimtarët më të arrirë. Por ne kemi bërë diçka edhe ndryshe, jo vetëm shkrimtarët më të arrirë, ne ja kemi kushtuar edhe një rubrik edhe të rinjave, pasi është detyrë morale e çdo shkrimtari, e çdo krijuesi, krahas penës vet, e miqve, të punojmë edhe me brezat e rinj. Është detyrë që secilit prej nesh dhe duhet ta bëjmë në formën më të mirë të mundshme. Ne jemi përpjekur dhe kemi realizuar brenda këtyre revistave. Faleminderit, zonja Prenda. Unë do ju jap juve pak pauzë për të vazhduar vetë pra me disa tekste materiale që i kam përgatitur vetë. Miq të nderuar, siç e dini, pra tani më zonja Prenda Sejdia ka shkuar tek numri 17 dhe 18 gati në përgatitje të revistës Penna e Art, pra një punë kolosale, një femër shqiptare, ndoshta nga
të vetmet deri tani në historinë shqiptare të letërsisë, sepse ne nuk dim që dikush me forcat e veta ka mbajtur gjallë një revistë kaq të bujshme dhe kaq të gjallë, pra duke përmbledhur gjithë gjeografinë shqiptare brenda saj dhe duke punuar vetë me forcat e veta, me financat dhe investimet e veta për të vazhduar dhe për të edituar atë. Pra, është një punë kolosale, një dashuri shumë e madhe për revistën dhe për arritjet e saja deri më sot ku ka ardhur. Njëkohësisht ajo ka botuar edhe 42-3 libra tani më të zhanreve të ndryshme, pra themi poezi, proz, lirik, etnos, kulturor dhe tregime e gjëra tjera, pra të gjitha këto zhanret që e përfaqësojnë letërsinë shqiptare, pra një punë kolosale dhe tani më ajo duke llogaritur revistat bashkë dhe librat e saj të botuar po i afrohet 60-shit, pra një punë kolosale. Është pikërisht kjo pra pika qendrore e mbështetjes sime si krijues, arsyeja është sepse të arriturat e saj, dëshmia e saj për punën, dashurinë dhe për kushtimin që ka për librin, pra që edhe ne pak a shumë të mbështesim brenda mundësive tona për ta promovuar dhe ta prezantuar përpara juve. Pra është një nga ekzemplarët e veçantë të femrës shqiptare, e cila me të arritura gati sot nuk matet asnjë femër shqiptare në trojet etnike shqiptare. Pikërisht, pra kjo është arsyeja që neve na ka shtyrë duke llogaritur në punën, bagazhin dhe rëndësinë që ne i japim letërsisë shqiptare. Pra do të them disa fjalë për zonin Prenda Sejdia si një pend që mban gjallë frymën e letrave shqipe. Të dashur dëgjues, sonte nuk promovojmë thjesht një revistë, sonte promovojmë një këmbgulje, një mision dhe një besim se fjala e shkruar është ende një nga shtyllat mbi të cilat mbështetet qytetërimi i një kombi. Në duart tona ndodhet numri 16 i revistës letrare Pena e Artë, ndërsa pas kësaj pune të palodhur, editoria Prenda Sejdia tashmë është duke përgatitur numrin e 17. Ky fakt në vetvete është një histori suksesi, sepse pas çdo numri qëndrojnë muaj të tërë pune, komunikimi me autor për zgjedhje tekstesh, redaktim, korrektim, organizim dhe sakrificë personale. Në kohën kur revistat lindin dhe shuan brenda pak vitesh, Pena e Artë vazhdon të ecë përpara si një urë që bashkon Shqipërinë, Kosovën, trojet shqiptare dhe diasporën. Ajo nuk është vetëm një revistë letrare, është një tryezë e hapur ku takohen poetë, studiues, kritik, eseist dhe krijues të gjitha hapësirave shqiptare. Pas këtij misioni qëndron një grua prej dekadash, ajo ja ka kushtuar jetën arsimit, kulturës dhe letërsisë. Prenda Sejdia e lindur në Buxhon të Pukës, e formuar në Universitetin Luiç Gurakuçi të Shkodrës dhe prej vitit 1993 me veprimtari në Lezhë, është një nga personalitetet më aktive të kulturës shqiptare. Ajo ka ndërtuar një krijimtari të gjerë me poezi, kritik letrare, studime, etnokulturë, letërsi për fëmijë dhe publicistik, duke lënë pas një opus mbi 40 veprash autoriale dhe 10 botime editoriale. Por ndoshta një nga arritjet më domethënëse do të mbetet pikërisht Pena e Artë. Të drejtosh një revistë letrare në format e një libri nuk është vetëm punë editoriale, është një akt përgjegjësie kulturore, është një përkushtim që kërkon dije, vizion, durim, e mbi të gjitha besim se libri vazhdon të ketë fuqi në një kohë kur bota lëviz me ritmin e ekranit. Prenda Sejdia është ndër ato gra shqiptare që kanë dëshmuar se kultura nuk mbahet gjallë vetëm me institucionet. Shpesh ajo mbahet gjallë nga njerëz të zakonshëm me një vullnet të jashtëzakonshëm. Për 17 numrat me radhë, ajo ka mbajtur ndezur një dritë që nuk ndriçon vetëm faqet e një reviste, por vetë ndërgjegjen krijuese shqiptare. Çdo numër është bërë një dokument i kohës, një arkiv i letërsisë bashkëkohore dhe një dëshmi se fjala shqipe vazhdon të krijojë ura aty ku kufit politik ndajnë gjeografinë. Në këtë rrugtim, Prenda Sejdia është bërë një shembull frymëzues për shumë gra krijuese shqiptare. Ajo dëshmon se puna këmbgulëse, përkushtimi dhe dashuria për librin mund të ndërtojnë institucione kulturore edhe pa zhurmë, edhe pa bujë, por me shumë dinjitet.
Filozofët kanë thënë se qytetërimi nuk matet vetëm me muret që ndërtojnë, por me bibliotekat që lanë pas. Në të njëjtën frymë mund themi se edhe një komb nuk matet vetëm me historinë që ka jetuar, por edhe me kujtesën që arrin të botoj. Pena e artë është pikërisht një pjesë e kësaj kujtese. Sonte ne promovojmë numrin e 16 për pas tij që ndron një rrugtim prej 17 numrash, një histori që vazhdon të shkruhet me mision dhe që vazhdon të bashkoj autor, mendime dhe vlera nga të gjitha hapësirat shqiptare. Prandaj, një mbrëmje është me një shenjë mirënjohje për editorin brenda Sejdia, për gruan që ka zgjedhur të mos ndërtoj monumente prej guri, por monumente prej fjale sepse guri i reziston kohës, ndërsa fjala i reziston harresës. Dhe ndoshta kjo është fitoria më e madhe e çdo krijuesi. Miq të nderuar, unë kaq në formën më të thukë i thash disa fjalë për krijtarinë e zonës brenda Sejdia, sepse krijtaria është e saj është shumë e gjerë dhe ndoshta ky emision dhe shumë emisione tjera nuk do të mund ta përmbledhin tani më krijtarinë dhe opusin e saj për rreth 60 libërsh. Pra duke llogaritur librat bashkë me revistën Pena e Artë. Pra, zonja Prenda, po kthehemi tek Marin Barleti dhe pse zgjodhet këtë figurë historike? E tham edhe një herë që e sollëm për disa arsye, për shkak të vlerave që ai i pati. Pra, si një humanist, si një rilindës, si një mbështetës i rilindjes europiane, ai që i dha shumë historisë, përfaqësoi vlerat për të frymëzuar shkrimtarët e ri, për trashëgiminë, dijen kulturore. Faleminderit, zonë Prenda, e risolla pyetjen në kujtesë arsyeja sepse desha të rikthehem tek tema. Apo lexon sot shqiptari më pak, apo thjesht po lexon ndryshe? Dihet se interneti e ka bërë punën e tij. Nuk mund të them se njerëzit nuk po lexojnë, por tek libri janë shumë më pak të përqendruar. E në fakt, për hir të së vërtetës, është kjo edhe pranuar nga të gjithë, por nuk e bëjnë. Libri nuk e zëvendëson dot asgjë, sepse brenda librit gjen shumë çka. Gjen gjithçka që ty të duhet. Ndërsa në faqet e internetit mund të gjesh jo vetëm çfarë don ti, por ato që duan edhe të tjerët, ndoshta aty nuk të shërbejnë dash. Do të shkoj në 3 pyetje bashkë. Si shihni marrëdhëniet mes librit tradicional dhe botës digjitale, apo i kushtohet vëmendje e dur autorëve të rinj dhe çfarë mungon sot në jetën letrare shqiptare? Pra, marrëdhëniet mes librit tradicional dhe botës digjitale. Tani, në fakt, libri tradicional, e thash edhe pjesërisht në pyetjen e mëparshme. Libri tradicional po shtruhet goxha shumë këto kohë, qoftë në zhanre të ndryshme, e për të lexuar, po lexohet shumë pak. Arsyet janë disa, duke qenë se digitalizimi ka ofruar mundësi leximit më shpejt, njerëzit janë të prirur të lexojnë diçka çfarë u del përpara. Ka dhe nga ata që hulumtojnë për të gjetë çfarë ju nevojitet, dhe një pjesë shumë e vogël shkojnë në librari ose në biblioteka për të informuar mbi informacione të cilët ju duhen në jetën e tyre të përditshme. Ndërsa përsa i takon brezave të rinj, brezat e rinj bëhet fjalë për studentët për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët. Nxënësit e shkollave të mesme lexojnë pjesërisht, me aq sa unë më ka takuar të jem nëpër shkolla, lexojnë lëndet e detyruara, pjesërisht ato që ju jepen si detyrim për t'i lexuar nga biblioteka, fatkeqësisht ka rënë interesi pasi shpesh librat në bibliotekë kthehen
ndoshta tek faqja 20-25 me atë faqen e palosur, është duket një lloj dembelie, një lloj. Po për mua di të them nëse është apo jo dështim, por në rast të se nuk qëndron afër librit, për mua është gabim shumë i madh. Tani duhet besoj që do të ishte një trekëndsh për ta ndihmuar nxënësin. Por ka edhe një problem tjetër. Për fëmijët shembulli më i mirë janë prindrit. Në qoftë se prindrit nuk lexojnë, qoftë edhe intelektualët lexojnë shumë pak, flasin nga libra. Në qoftë se fëmijët nuk shohin të lexojnë nga prindrit, ata normalisht që ju duket një barë shumë e madhe për ta marrë mbi supe të lexojnë një libër. Pra nuk e kanë atë indicjen e duhur për të drejtuar drejt librit, sepse brenda librave është bota të cilën zbulon. Të mëson shumë shka, jo vetëm si një faqe interneti që e lexon me një shpejtësi, merr diçka nga ajo dhe absolutisht në mënyrë më kategorike nuk mund të them që të formon faqja e internetit, por libri është diçka shumë ndryshe dhe fatkeqësisht nuk po edukohemi në mënyrën më të mirë për të bashkuar me librin, sepse siç e thash, e duan atë informacionin e shpejt dhe për ta kaluar shpejt. Pra formimi nuk është në nivelin e kërkuar, është thjesht cinik për mua. Po dalim tek pjesa letrare. Çfarë mundon sot në jetën letrare shqiptare? Pra çfarë nuk krijohet ose krijohet nga krijuesit shqiptar dhe çfarë i mungon asaj sot letërsisë? Letërsisë shqiptare mungon shumë çka. Në fakt, pesha e kësaj pyetje do të binte mbi institucionet shtetërore, pasi nuk janë në nivelin e duhur ato që i kërkohen krijuesit. Lidhja e shkrimtarëve nuk është funksionale, gjë e cila do të kishte një rol shumë të rëndësishëm në formimin e shkrimtarëve të rinj, por edhe të përzgjedhjes së lexuesit. Pra për të orientuar lexuesin që kë do të lexosh, pra në bazë të nivelit. Kjo është një defekt shumë i madh për mua, një hendek. Akademia e Shkencave nuk e ka më atë rolin më hershëm. Qoftë për të dhënë orientime, ndihma, për të bërë tryeza shkencore, të mungojnë. Biles, gati më duket sikur janë në një planet tjetër. Po, bibliotekat qëndrojnë, kush ka interes shkojë të marrë. Nëse flas për Lezhën, Lezhë është një ndër qytetet më të kompletuara në Shqipëri. Në bibliotekën Gjergjfishta të Lezhës gjenden plot 110.000 ekzemplar librash nga më të ndryshmet. Qoftë në kohë, qoftë në gjeografi, qoftë në ndërtimin me esencial të librit, esencial të librit. Faleminderit. Por thjesht mungon vullneti i lexuesit për shkuar dhe për tërhequr atë ekzemplar, atë titull, qoftë poetik, qoftë nga zhanre të ndryshme, qoftë studimor, për ta marrë për ta lexuar. Fatkeqësisht lexojnë më shumë moshat shumë të mëdha, por jo pjesa tjetër që janë në kohën e formimit. Faleminderit, zonë Brenda. Siç e dim ne, pra ju gati keni lexuar gjithë krimtarinë time dhe keni bërë diku 9 libra me kritik letrare, kryesisht për krimtarinë time. Pra këtë duhet ta them dhe duhet ta falenderoj edhe publikisht zonën Brenda, miq të nderuar, sepse ajo është marrë shumë me veprën time, gati ka lexuar të gjitha librat që unë sot edhe numrin, ndoshta nga herë edhe janë ngatroj se nuk i di, por duhet të them... Unë falenderuese që më ke dhënë një bibliotekë të tërë librash,
që në moment që herën e parë të takimit tonë familjar, mund të vëruar 130 libra dhe normalisht për çdo njeri do ishte impresionuese, do mendohesh thellë çfarë do të bëj dhe mund të ardhë natyrshëm mendimi që t'i lexoj ato libra dhe të shkruaj për to, gjë të cilën me kanë bërë shumë vere dhe mua, si kundërton asaj krimtarie aq të pasur në gjithë zhanret për të rritur e për fëmijë. Kushdo do ta kishte gjithkush do ta kishte lakmi për të pas një krimtari aq të pasur. Faleminderit. Unë mendoj që nuk është vetëm një nder kombëtare, por edhe më gjërë, sepse shkrimtarët të cilët kanë plot 250 vepra të shkruara e të botuara të gjitha në letër dhe tashmë plot 50 numra reviste mund të jenë të shërbejnë nëpër Europë, besoj që nuk them se nuk ka, por mendoj që janë shumë të rrallë. Libri fundit që ka ardhur është që ne normalisht do t'ja bëjmë një herë një kohë, do të bëjmë një promovim për të, është ndër librat e rrallë në botë me 365 për rrallë. Pra, plus libra studimor, tema shkencore, është mrekulli për cilin do që ka dëshirën, pa fatin t'i lexoj, t'i eksploroj në për krimtarinë tuaj. Sigurisht se ne do t'i shpalosim edhe librat studimor që i kemi gati të përbashkët me kohën, por edhe librat e tjerë që i kemi në prag të botimeve dhe gjithë ato, por desha ta lidhi pyetjen pikërisht me këtë, sepse ju keni vazhduar pastaj edhe mbi ato tjerat libra që i kemi botuar pas kohës së njohjes së deri tani dhe që kalojnë qindshën. Sigurisht pra ju të gjithave u keni bërë kritik letrare që ende akoma ka kritik nuk e kemi botuar në për libra, por a kemi nevojë për më shumë kritik letrare? Shiko, zot i them. Ne kemi shumë nevojë për kritik letrare. Fatkeqësisht ende ka shkrimtar ose poet që mendojnë se kritika letrare është e panevojshme. Unë e kam dëgjuar dhe me vesh të mi dhënë, sikur mos më dash me e bë atë kritike. Po edhe sikur të mos më kishte lindur në anafare, nuk do kishte bërë keq. Pra është e njëjta. Sepse ose je shkrimtar ose nuk je. Në rast se je shkrimtar, duhet t'i përgjigjesh ca rregullave. Gjithsesi. Dhe ndoshta kjo që ne nuk po njohim rregullat, nuk duam t'i zbatojmë, e kemi larguar pak ndoshta edhe lexuesin nga leximet e librave tonë. E duhet secili krijues t'ja vënë pak gishtin kokës. Jo vetëm për shkruar një libër e për ta paraqit para lexuesit thjesht për një krenari. Nuk duhet të shkruajmë për ego. Ne duhet të shkruajmë për vlera. Ato të mbeten, të kenë dëshirë të lexohen dhe të kesh të shpromovon. Të kesh të se boton atë libër që ai të dominoj kohrave. Këto e kemi thënë shumë shpesh edhe në për promovime. E kemi thënë edhe në për emisione të ndryshme qoftë në radio apo televizione ku kam qenë e ftuar. Nuk duhet të harxojmë kohën për të shkruar kot. Duhet të mësojmë rregull. Askush nuk ka lindur i ditur. Të gjithë që kur kemi marrë penën në fillim për të shkruar, pra, jemi përpjek të njihemi me rregullat. Çfarë do një libër? Për ta nxjerrë atë sa më të kompletuar. Dhe kjo duhet bërë nga çdo krijues. Jo për ta bërë shkeleshko dhe ndodh që shkon lexuesi në bibliotekë ose në librari falni, edhe thot çfarë libri mund të blej, i thot shitëses dhe shitësja rrësupet se nuk din ku ta orientoj duke pas plot vitrinat me libra. E kush është përgjegjës? Jemi ne që shkruajmë pa pushim,
kur atë shpejtojmë të gjerim pa e kuptuar se çfarë ka vargu, a përshtatet vargu i parë me vargun e dytë, a kompletohet strofa dhe a e ka një lidhshmëri e gjithë poezia për të përcjellë përmes imazheve mesazhet e duhura të lexuesit. Pra duhet jemi të vëmendshëm te kjo pikë. Jo për shkruar kot, por të shkruajmë ato gjërat të cilat do të mbijetojnë kovrave, sido që të vijë. Çfarë mendoni se mund të bëjnë institucionet për kulturën e librit, nëse mundi me pak fjalë që të jemi pak më të shkurtër në pyetjet e Institucionet duhet të kenë më shumë organizime. Lidhja shkrimtarëve duhet të jetë funksionale. Bashkitë duhet të jenë pak më të vëmendshme. Unë në fakt në gjithë udhëtimet mia janë brenda Shqipërisë po të fjalë. Është Shkodra, Lezhë dhe Malësia e Madhe për të vlerësuar në lidhje me përkrahjen që u jepet krijuesve. Është gjë shumë e madhe në rast se një krijues don të bëj promovimin e librit të tij dhe i pari i qytetar i atij qytetit vjen për ta mbështetur në ditën e tij të promovimit. Është një gjë shumë e mirë dhe unë qoftë në Malësi të Madhe, qoftë në Lezhë, unë këtë e kam konstatuar. Dhe vërtet është mbretëranëse, sepse e bën shkrimtarin ose poetin, e bën të mendohet 2 herë për herën tjetër. Sepse kjo gjë nuk qen ka kaq gazmore sa e bëra sa më shku në një kafe, por po paraqitem denjësisht përpara lexuesit, miqve të librit, shkrimtarëve, poetëve, sepse prania e një zyrtari të lartë të qytetit të jep edhe mbështetjen, por të detyron të kesh përgjegjësi. Faleminderit, zona Brenda. Sa ndikon letërsia në ruajtjen e identitetit kombëtar? Patjetër që ndikon shumë. Ne i folëm pak më herët për Marin Barletin. Pse ai vjen në revistën tonë numër 17? Për shkak se shumë shekuj më herët ai përmes shkrimeve të tij i ka shërbyer identitetit tonë kombëtar. Edhe ka ardhur deri në ditët tona, pra një punë voluminoze, një punë me përkushtim, një punë e cila ka vlera që nuk thyhen rrën për jetë. Faleminderit. Çfarë roli kanë shkrimtarët e diasporës në kulturën shqiptare sot? Si e shihni ju nga brenda atje, se ne nga jashtë dhe që di, po nga brenda? Në fakt, është shumë e rëndësishme për publikun. Për hir të së vërtetës, unë ndoshta edhe nga që merrem me revistën Pena e Art, më bën shumë përshtypje krijimtaria e bashkëdhetarëve tanë që janë në shtetet të ndryshme të botës, deri në Amerikën e Largët. Ndaj edhe kam komunikuar shpesh me ta, është mbretëranëse. Ka gjë më bukur se të mendosh për atë dheun, të shkruash, vallëzosh, ta kujtosh, të bësh thirrje, të bësh lutje për vendin tënd. Pra është ruajtja e kulturës, ruajtja e traditës. Ndoshta në rastet veçanta dhe tërheqja e vëmendjes, mbështetja e asaj që duhet për kombin, pra është shumë e rëndësishme krijimtaria e bashkëdhetarëve tanë që janë jashtë atë dheut. Sepse mbi të gjitha, ata ruajnë dhe kultivojnë gjuhën e bukur shqipe. A mund të quhet libri ambasadori më i mirë i një kombi? Absolutisht po. Nuk ka ambasador më të mirë se libri mbetet dokument.
është një dokument I cili rron bashkë me kohën. Bile përkundrazi ta sjell kohën e shkuar të duket se kena kohë reale. Ju tani po përgatitni numrin e 17. Dhe a ka ndonjë tematik qendrore tek numri 17 që do të sjellni ju? Në fakt për numrin 17 dhe 18 tani po shkojmë edhe një çik më tej. Po, gjithsesi. Faleminderit. Tematika e revistës numër 17 do vi një figurë shumë e dashur për mua dhe për të gjithë ata që e besojnë. Sepse duam apo nuk duam, brenda revistës do të vinë shkrime të cilat janë thënë nga goja e tij. Janë gjëra të përjetuara, janë gjëra të vështira, janë gjëra të pabesueshme por reale. Sa e bëjnë njeriun të mendohet shumë thellë dhe të themi o Zot, në çfarë shkallë shkon njeriu? Është konkretisht ajo figurë që librin e tij e ka titulluar Rno beshte me treguar. Në rast se ti nuk mundesh të jesh fuqie ndryshimit, të paktën thot Zefllumi ose Atë Zefllumi, rno vetëm me tregue, sepse të tregosh gjërat e vështira dhe të vërteta, do t'i shërbesh një kombi të tërë. Dhe unë të falenderoj Zot I Gzem me gjithë fuqinë e shpirtit për punën e madhe që po bën, e ke bërë deri më tani, edhe për librin studimor që përfaqëson këtë figurë shumë lartë për mua. Që vërtet ka qenë në gjithë udhëtimin e tij, ka qenë një kohë që I ka rënduar shumë mbi shpatulla, por ja ka dalë. Por ja ka dalë dhe për të treguar gjithë muajtje që sistemi totalitar komunist për 45 vite, nga 45 vite, 28 vite ai bëri në burg, duke treguar torturat njerëzore, sa ndonjëherë themi o Zot, a jemi njerëz. Unë do të sjell përveç se në fakt në muajin tetor që është muaji I letërsisë, ne do të sjellim revistën Bena Art me Atë Zefllumi, por për vitin që vjen nuk po e mbaj fshehur. Jo, gjithsesi me shumë knaqësi, sepse ne kemi përgatitur një libër studimor për këtë figurë. Ktheje ballinën zënë Brenda, ktheje se s'prish punë fare. Ktheje ballinën nga publiku. Miq të nderuar, në këtë studim pra ulë dhe pak të kapën edhe emrat. Ne jemi bashkautor të studimit të veprës së Atë Zefllumit, dëshmia, historia dhe filozofia e vuajtjes, pra palimpsesti I përgjakur I Shkodrës dhe në dokumente dhe dëshmi, pra. Është një libër studimor të cilin tani më e kemi mbaruar me zonjën Brenda Sekia. Një libër në fakt është libër veç se një kopje kemi ndjerë, 2 kopje kemi ndjerë. Është një libër pune, pra që I thuhet. Por libri është I përfunduar dhe tani më shohim në rëbëtinë. Është puna teknike, puna profesionale po përfunduar. Është një libër studimor diku 500 faqe, pra, që I kushtohet veprës së Atë Zefllumit, miq të nderuar, dhe aty ne jemi përpjekur të sjellim gjithatë brumin e asaj epoke, pra, brenda këtij studimit ton nga këndi filozofik I çështjes, pra. Faleminderit zënë Brenda, megjithatë shpalosëm edhe një sekret këtu përpara miqve tanë, por është sekreti të mirës, pozitivitetit dhe edhe pse nuk I dashur ta thuash, unë do e them edhe sekretin tjetër. Meqense se ne kemi bërë edhe studimin e kanunit dhe ai sërish është në dorëshkrim me sipër, pasi deri ditën tjetër këto 2 studime nuk përfundojnë dot.
Ne do sjellim në muajin e tetor të letërsisë edhe revistën Penar 18 Lek Dukagjini. Por, si që po e shihni, pra filozofinë e kanunit, pra e kemi bërë studim, pra gjithsesi bashkautor jemi, pra filozofinë e kanunit, pra duke sjellur një studim të niveleve akademike, pra në një format B5, pra janë studime shkencore, që këto dy studime veç i kemi mbaruar dhe këto tani më ka mbet puna e dorës finale për të shkuar pastaj në shtyp. Gjithsesi është një studim pra diku afro 300 faqesh kjo pjesa e kanunit që neve kemi sjell si studim filozofik të kanunit dhe filozofisë së kanunit të Lek Dukagjinit. Çfarë kemi tjetër, sepse si që duket për revistën folëm mjaft për revistën dhe ndoshta është mirë që të përmbyllim me çështjen e revistës për të vazhduar edhe me Po, zoti Xhen? Më duket se tek revista tani më kemi fol mjaft për revistën numër 16 që e promovuam, por nëse kemi edhe diçka tjetër për të shtuar përpara dhe për të shpalosur përpara auditorit tonë. Jo, besoj që nuk kemi lënë diçka. Besoj që nuk kemi lënë diçka po thënë. Po, zoti Xhen? Nëse kemi edhe diçka rreth 2 librave të sotëm që kanë ardhur, sepse Në fakt, para ca ditësh ka dalë nga botimi libri Drejtëresh shpirti eseistik, metafizike dhe akte filozofike nga jeta e Selim Ramadanit. Është kënaqësi vërtet për çdo studiues, lexues e studiues për ta patur në dorë. Libri ka 210 faqe. Si dhe udhë përshkrime, si me gjere prëndasidje, në përtroje të etisë shqiptare, reportajë udhëtime. A dëgjohem, zoti Xhen? po. Libri është i jashtëzakonshëm, është i punuar mirë, me kujdes. Miq të nderuar, njëkohësisht neve duhet të menaxhojmë edhe teknikën elektronike këtu, prandaj edhe nga një herë duhet të qasimi edhe teknikës sepse duhet ta menaxhojmë atë njëkohësisht krahas promovimit dhe ju shpresoj të na mirë kuptoni. Pra ishin 2 libra që
Tani më janë votuar, I pari pra ishte libri për Selim Ramadanin, një aktor I teatrit të Prishtinës nga Tetova, I cili tani më nuk jeton, por neve kemi sjell një libër filozofik për veprën e tij, pra. Ndërsa libri I dytë është libri me udhëpërshkrime, të cilin e kemi bërë bashkë me zërin Prana Selia, udhëpërshkrime në për gjitha qytetet historike të Shqipërisë, edhe ato në Kosovë, pra duke filluar nga Prizreni, Prekazi, pastaj Kruja, Lezhë, Shkodra, Elbasani, e tjerë. Pra janë udhëpërshkrime të cilat paraqesin një aspekt sado personale dhe historik, pra të këtyre qyteteve, me specifikat e tyre që kanë ata, me kalat e tyre, me pjesët historike dhe me gjitha ato që I pasurojnë këtë libër në fakt, ndërsa libri I dytë, siç e tham, është për një aktor për kushtim. Faleminderit, zonja Pranda, faleminderit që nëse keni për të thënë diçka rreth revistës suaj më shumë apo në rast se bashkë bisedojmë pak edhe për krijuesit e ri. Sigurisht. Në fakt që thamë edhe më herët, në të gjitha revistat tona është këndi I të rinjëve, I kemi përpjek të nxisim qoftë nxënës apo student, të bëhen pjesë e revistës me krijimet e tyre, eseistik, tregime, ndonjë poezi, sepse besoj që duke qenë pjesë e një reviste, do ishte burim frymëzimi për atë të ri. Sepse është një shprehje që thuhet se nga një fije shkrepse u dosh një mal I tërë. Ndoshta nga një herë shërben që një botim në një revistë dikon do bëhet burim frymëzimi e nesër pas nesër do të jetë një krijues I mirë. Kështu që besoj dhe duhet që çdo krijues të vërë detyrë vetes, ta ketë edhe si ndikim moral për të spikatur ata persona të cilët, sidomos të rinj, të cilët duket se kanë aftësi krijuese, kanë një talent, mundet për të krijuar diçka sot. Kuptohet se asnjë I ri nuk shpik filozofi në shkrimin e tij të parë, as të tretë, as shtatë. Por gradualisht, duke shkruar, duke u ndihmuar nga krijues të cilët kanë bagazh, një ditë edhe ata do ta gjejnë veten në atë nivel ku do të ndihet shumë mirë edhe lexuesi I tij. Pra do të jetë një dritë përquese për ta. Edhe pse jo. Faleminderit, zonja Pranda. Miq të nderuar, neve kemi qenë të hapur, pra dhe ne si editori Metaforës kemi një përvojë gati 26 vjeçare dhe këtu mund të themi se po e them, më fal, dies zot Ekzem, unë marr shembull me që e pata ndur revistën 16. Është revista për Jahor Brahajn. Më falni, 15. Është Besarda Shkoza, nxënëse e vitit parë gjimnaz, ndonse është shkrimtare dhe ka botuar deri më tashmë 6 libra. Dhe vazhdon me përkushtim të shkruaj dhe lexoj. Kemi gjithashtu 3 vajza të tjera që vinë nga shkolla mesme ekonomike Desh, me krijimet të tyre të mrekullueshme, ka ëndra ti lexosh. Normalisht duke parë edhe moshën që kanë. Pra përpiqemi pse themi bëjmë revistën. Duhet revista duhet shërbej si tha Gzimi më herët, çfarë bëjnë institucionet, kjo do të jetë një detyrë mësuesit për të
evidentuar nxënësit të cilët kanë aftësi krijuese për të punuar me ta, me moshën të cilët rriten të punojnë shkrimtarët, sepse brezat kanë nevojë për shkrimtarë të rinj. Faleminderit zona e Brenda, pra miq të dashur, siç e pat ju brenda revistës kishte edhe këndi të rinjve dhe fëmijëve, dhe kjo është një hapësirë shumë e bukur për atë gjithë ata të rinj që shohin veten me talent, pra për t'u ofruar, për të bashkëpunuar. E them këtë nga përvoja ime gati 26 vjeçare të editimit të metaforës, por thënë të drejtën, nuk jemi edhe aq të kënaqur me bashkëpunimin dhe nivelin bashkëpunues të krijuesve brenda hapësirave shqiptare. Ekziston një ego e përgjithshme, pra nuk duhet ta themi hapur, nuk duhet ta mohojmë. Është një ego e përgjithshme që sikur e ushqejmë nga pak ne të gjithë. Por kjo është e dëmshme, sepse nëse duam që një çështje ta çojmë përpara, mund ta çojmë bashkërisht. Individualisht është e pamundme. Ndërsa ne kemi qenë gjithmonë të hapur me revistat tona që të promovojmë, të paraqesim përpara opinionit, të japim mundësi edhe krijuesve të tjerë, edhe atyre që nuk kanë pasur mundësi, pra për t'u afirmuar brenda këtyre revistave. Dhe ne i kemi mirëpritur gjithmonë, siç i mirëpresim edhe në radion tonë, në Radio Sibilat e Veriut, për të ofruar, për të prezantuar përpara tyre, pra gjithmonë jemi të hapur për të ndihmuar, për të mbështetur, sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm se çështja jonë kombëtare dhe çështja jonë shqiptare as se si nuk shkon individualisht, por bashkërisht mund të bëjmë shumë gjëra të bukura, edhe ne si letrar në favor të saj dhe në favor të edukimit të brezave të këtij kombi. Zona e Brenda, do të shtonit ju diçka, apo do të shkojmë drejt të fundit tani, ma? Jo, besoj që kemi thënë shumë shka. Normalisht është ajo që e fatë edhe pak më herët, që në rast se ne hymë për të fola shka mund të flasim për letërsinë, ne na duhet edhe dita nesër me, por besoj që për këtë orë ka qenë mjaftueshme dhe ne jemi këtu jo vetëm për të sjellë gjërat tona, për të bërë promovime të njerëzve të tjerë, tema të ndryshme, orë letrare. Cili është mesazhi juaj që ja përcjellni brezave dhe publikut tani, dhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë në Radio Sibilat e Veriut? Mesazhi im është shumë i thjeshtë. Unë vi me një lloj thirrje, duke filluar nga intelektualët. Ju lutem shumë të nderuar intelektual ku të qëndodheni. E di shumë mirë se ju jeni formuar duke lexuar libra, por bëni të njëjtën gjë me fëmijët, nipërit e mbesat. Libri është dashuria e jetës. Është pikërisht ai që përmes faqeve të tyre të ndihmon të bëhesh njeri, të formon, të mëson shumë gjëra nga jeta, mëson për herojt, mëson për historinë, mëson për legjendat, mëson dhe matematikën. Pra, e them në këtë formë që vëmendja të rikthehet tek libri. Duke rikthyer tek libri, rikthehet vetdia jonë popullore. Do të dim shumë mirë se ç'duhet të dim, ç'duhet të bëjmë, çfarë mundemi të bëjmë, çfarë duhet të kërkojmë. Pra janë shumë pyetje që duhet të ngritë pse jemi larguar nga libri. Por unë, pa shkuar atje, ju bëj thirrje. Ju lutem shumë, nuk them të largoheni nga interneti, por afrohuni më shumë nga librat. Ka libra që të bëm ta përqafosh fort, jo ta lexosh, po ta rilexosh, e ndoshta të flesh me të ndonjëherë në një aspekt. Siç e thash, është dashuria e jetës, është ajo që të bën njeri. Faleminderit zona e Brenda, faleminderit shumë për kohën që ndat për
hapësirën që na dhatë për të prezantuar revistën dhe krijimtarinë për të folur për artin dhe letërsinë. Të nderuar dëgjues, sonte folëm për librin, kulturën, identitetin dhe revistën letrare Pena e Art, e cila tashmë është shndruar në një tribunë të rëndësishme të fjalës shqipe. Falenderoj zonin Brenda Sejdia për praninë dhe mendimet e saj që solli dhe prezantoi revistën këtu, por edhe opinionin e saj që solli për letërsinë dhe gjithë ato çfarë i tha brenda kësaj mbrëmje në këtë emision. Ju falenderojmë që ishit në emisionin Frymëzimi Jetënësime me Art dhe Letërsi në Radio Sibila dhe në podcastin Sibilat e Veriut. Nëse zonja Brenda do të mundeni ju që të hyni në pëlqimet dhe mesazhet shkurtimisht, do të ishte mirë që t'i nderojmë edhe ata që na ndoqën neve për t'i lexuar apo për t'i parë se cilët miq na ndoqën në këtë rast. Falenderojmë të gjithë miqtë që kanë qenë me ne që në momentin e parë që ne kemi bërë njoftimin. Në fakt, ne kemi pas përmbram, por një defekt teknik na ka detyruar të ripërsëritim sonte. Margarita, Llapushi dhe Neli, urime suksese për radion dhe për të ftuarën e mbrëmjes. Boris Idja Shkoza, mirëmbrëma për ju drejtues të radios Sibilat e Veriut, urime për emisionet tuaja plot vlera letrare me kënaqësi presim të dëgjojmë. Urime. Muaj të mbar, suksese Radio Sibilat e Veriut nga Miranda Troci Derti, Fatmira Limani, me shumë kënaqësi ju ndjekim dhe ju përshëndesim. Duke ju uruar suksese në pjesëmarrjen tuaj në këtë emision të bukur kulturor, letrar, artistik. Respekt. Shpresa Zunaci, urime e suksese. Alma Gjela i Shkoza, urime dhe mbarësi me shumë kënaqësi ju ndjekim duke ju uruar suksesen, të ftuares së uroj shëndet, suksesen. Çdo krijimtari të mëtejshëm, sa më shumë lecues në krijimtarinë e mikes sonë të nderuar zonës Brenda Sejdia, respekt dhe mirënjohje për të. Respekt dhe mbarësi për gjithë stafin e Sibilat e Veriut. Kasie Ramadani, urime për emisionin Radio Sibilat e Veriut dhe organizuesit. Me kënaqësi të ndjekim këtë emision shumë të dhënës në kulturën shqiptare, në gjithë atrojë shqiptare i lirin. Përshëndesim të ftuar në këtë emision që është edhe një koqire e përhershme poete, studiuese, krijuese e artit letrar Brenda Sejdia. Suksese e ju dëshirojmë nga Titova, Francë Malit, Shak. Shëndesim dhe ne, zonja Asira. Remo Kima, gjithmonë suksese, Laurita Malaj, urimet më të mia, më të përzemërta për këtë emision kaq të bukur. Arti është pasuri i shpirtit dhe njerëzit si ju i mbajnë gjallë vlerat tona kombëtare. Suksese mikesimet të dashur Brenda Sejdia dhe gjithë stafit Radio Sibilat e Veriut, mos pashteshme, urojmë nga zemra respekt. Falenderojmë Hasia Ramadani, si Majgera, Duateta, Boris Idja Shkoza, Tori Shkoza, Veronika Shkreli, Pepushi, Besi, Okarita, Laureta Malaj, Erion Jazi, Elsa Drevicka, Ulki Shala, Remofima, Gjemsi Populeku, Prek Shkoza, Leonora Sulaj, Almagjela Shkoza, Zara Buhaj, Umrije Beqiri, Shpresa Zurnati, Miranda Troci Derti, Fatmira Limani, Antigoni Prifti, Luizi Majdari, Margarita Llapushi, Betullah Miftari. Ju falenderojmë përzemërsisht ju që keni pëlqyer, keni komentuar. Gjithashtu, Hasie Ramadani, urime dhe suksese për realizimin e emisionit të shkëlqyeshëm. Ju falenderojmë profesoresh, falenderit që na ndiqni, Sherife Alko, emision të mbarësi edhe për ju. Alma Gjela Shkoza, përshëndetje dhe shumërime stafit të tuaj drejtues dhe veçanërisht për të ftuar në emisionet e njohur zemrën e njohur, zonën Brenda Sejdia, shkrimtare e poetë e njohur, ku me zërin e saj të bukur përcjell dijen dhe kulturën tonë të bukur shqiptare. Është kënaqësi t'ju dëgjoj. Si ju e nderuara zonja Brenda Sejdia dhe për shkrimtaren e poetin e shkruar zotin Zitimaj Keraj. Ju falenderoj përzemërsisht që ju dëgjojmë me kënaqësi, urime, bekime, paqe në jetën tuaj. Paqe, bekime, shëndet e mbarësi. Falenderim zemër për ju, mike poete. Boris Idja Shkoza, mirëmbrëma për ju në studio, mirëmbrëma për dëgjuesit, urime për emisionin. Kënaqësi të dëgjojmë me pyetje përgjigje të sakta, duart dhe mendja ju nuk për këto votime të mrekullueshme, ku fatin të kemë në dorë. Suksese e shumërime. Falenderit që je gjithmonë pranë nesh me komente, por jo vetëm.
Shumë faleminderit. Hasie Ramadani, urime për ju, bashkëautor të librit Dalur nga shpirti i kohët e fundit. Hasie Ramadani, ju falenderoj përzemërsisht, është kënaqësi për ne që ky libër vërtet ka dalë, ka parë tashmë dritën e votimit dhe ju jeni një promotor i jashtëzakonshëm i daljes së këtij librit. Boris Edia, në çdo kohë ju jeni të dashur të ndihmoni të rinjt në rrugën e bukur të letërsisë. Faleminderit. Jemi mirënjohës edhe për komentet që përcjellni e në fakt është detyra jonë. Urime e suksese për ju miq të mirë për këtë mision me shumë vlera, thot Kumrie Abdulshala, përzemërsisht të falenderojmë që jemi ne Kumrie, faleminderit shumë. Hasie Ramadani, në mënyrat më ndryshme duhet të stimulohen shkrimtarët, veçanërisht të rinj, ata janë e ardhmja jonë. Çfarë mund të thotë tjetër një profesoresh, përveç se të jetë krah shkrimtarëve? Shumë faleminderit. Boris Edia Shkoza, me libra dhe revista që ju keni si shkrimtar duhet të kohë për të shpalosur disa nga ato. Faleminderit. Abdullah Rifai, suksesën e misionit tuaj kaq atraktiv për dëgjuesit. Jeni shumë të mirë. Qofsh mirë, shumë faleminderit për komentin. Zoti Gzimras, që mundesh të lexosh emrat sepse nuk më dalën. Përveç emra këtu unë. Edhe unë i kam të njëjtat hallë dhe probleme këtu. E kuptoj. Kemi shumë problem për t'i gjetë emrat, sepse nuk më lidhen, janë të shpërndarë në përfaqe, në metafora, në dy faqet e mia, dhe sivila gjithandej dhe është e pamundur të mbledhen të gjithë numrat. Të kjo sot një unë kam problem sepse të shkoj të kjo komplet mos... Kumrie Abdulshala, gjyste si qarku e ma gjire Shkoza, vetëm 3 më ndojnë, aty ka shumë, janë 33. Unë kam këtu 29, nëse kam kohë t'i lexoj, pra Brenda Sejdia, Bora Shkoza Sejdia, Angelina Peca, Hasie Ramadani, Kristina Lula, Fatmira Limoni, Herem Okima, Abdullah Rifai, Shpresa Fundo Gjergji, Bianca Dushaj, Gëzima Igeraj, Veronika Leshi, Bekzat dhe Mervete Baliu, Sherife Alko, përshëndesim prof. Dërën Bekzat Baliu, mikun ton të çmuar, Sherife Alko, Ilmi Panik, Zona Pira, Violeta Regja, Molina, Shpresa Zonaci, Ylki Shala, Miranda Troci Derti, Kristina Prifti, Liza Necaj, Bia Jasici, Arbri Lame, Puka Rita, Helena, Besi, Veronika Shkreli Pepushaj dhe Ndue Pepushaj. I përshëndesim edhe ne gjithë ta miq që na kanë pëlqyer në emisionin. Ato i ke tek faqja jote besoj, ja? Tek Sibilat ishte pra kjo, ishin ta tek Sibilat, por diku 3 emna... Përshëndetje, falenderoj. 3 emna nuk kam arrit t'i nxjerr, pra janë, Laureta Malaj, Alma Gjelaj Shkoza, Gjyste Qarku Vici dhe Kumria Abdulshala. Shpresoj që gjithë ta emra këtu që ishin, unë i shpalosa. Të nderuar miq, shumë faleminderit për pranimin tuaj në këtë emision, për kohën që ju na keni kushtuar, për përqimet, për komentet, për urimet e përzemërta që përcjellni. Për kohën tuaj të çmuar përsëri jetën. Shumë faleminderit. Bëheni burim frymëzimi që ne të ecim përpara. Zoti Gzim, unë para se ta mbyll të falenderoj publikisht që e them edhe pak me shaka që më binde për të qenë sonte në rolin e të ftuarës për të folur mbi revistën Pena e Art, gjithë udhëtimin e saj 5 vjeçar dhe plot 16 numra të votuar, për gjithçka që ajo revistë ka mbartë dhe projektin për këtë vit, pra deri në fund të vitit, por edhe për të ardhmen e largët, po ashtu, për vlerat që ka letërsia, gjuha shqipe, krijuesit,
Jam shumë falenderuese të gjithë atyre miqve që kanë pëlqyer, kanë komentuar, na kanë uruar, kanë qëndruar me ne. Ju urojmë shëndet e mbarësi, një muaj të mbarë, të paqë, të begat, si qua të zemra. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj një mbrëmje të këndshme e një javë lot suksese në vazhdim. Nga unë natën e mirë. Po miq të nderuar, këtu erdhi edhe fundi i këtij emisioni të promovimit të zonës Brenda Sejdia me revistën letrare Pena Art, njëkohësisht pra shfrytëzuam rastin që të sjellim edhe risi të tjera, të cilat i shpalosëm përpara jush dhe shpresoj që t'jeni të ndarë të kënaqur. Urojmë në emisionet tjera dhe ju mirëpresim. Një natë të mirë për gjithë ju që na keni ndjekur dhe urojmë që t'jeni të ndarë të kënaqur nga ajo që kemi arritur të sjellim përpara juve. Natën e mirë.